Forca, qarkullimi dhe sekreti i një rënje të artë. Pas moshës 50 vjeç, trupi i mashkullit fillon të ndryshojë në mënyrë natyrale. Nivelet e hormoneve bien gradualisht, qarkullimi i gjakut nuk është më aq efikas sa dikur dhe energjia e përgjithshme mund të mos jetë e njëjtë si në rinj. Shumë burra vërejnë se fuqia fizike, qëndrueshmëria dhe edhe performanca intime ndikohen nga këto ndryshime. Në këtë fazë të jetës, shumë kush kërkon mënyra natyrale për të mbështetur shëndetin mashkullor. Një nga përbërësit më të përfolur vitet e fundit është tumeriku, shafrani indis. Një rënjë me ngjyrë të artë që përdoret prej shekujsh në mjekësinë tradicionale indiane dhe aziatike. Por a mund të ndihmojë vërtet lëngu i tumerikut në fuqizimin e vitalitetit mashkullor pas të 50-ave? Le ta analizojmë hap pas hapi. 1. Pse ndryshon performanca pas të 50-ave? Para se të flasim për tumerikun, duhet të kuptojmë çfarë ndodh në trup. Ulje graduale e testosteronit. Ngadalësimi i qarkullimit të gjakut. Rritje e inflamacionit kronik. Probleme me presionin e gjakut ose sheqerin. Stresi akumuluar dhe lodhje mendore. Funksioni erektil lidhet ngushtë me qarkullimin e shëndetshëm të gjakut. Kur arteriet humbasin elasticitetin ose kur inflamacioni rritet, rrjedha e gjakut drejt indeve intime mund të dobësohet. Kjo nuk është vetëm çështje moshe, por edhe mënyre jetese. Këtu hyn në lojë tumeriku. 2. Çfarë është tumeriku dhe pse konsiderohet i artë? Tumeriku është një rënjë me ngjyrë të verdhë të thellë që përmban një përbërës aktiv shumë të studiuar. Kurkuminën. Kurkumina është e njohur për vetitë antiinflamatore, mbështetjen e qarkullimit të gjakut, veprimin antioksidues, ndikimin pozitiv në shëndetin kardiovaskular. Dhe shëndeti kardiovaskular është themeli i një funksioni të mirë erektil. 3. Si ndihmon tumeriku në qarkullimin e gjakut? Një nga faktorët kryesor për ereksion të fortë është oksidi nitrik, një molekul që ndihmon enët e gjakut të zgjerohen. Kur enët zgjerohen, gjaku qarkullon më lirshëm. Studime të ndryshme kanë treguar se kurkumina ul inflamacionin në muret e enëve të gjakut, ndihmon në përmirësimin e funksionit endotelial, mbështet elasticitetin arterial. Kjo do të thotë se një qarkullim më i mirë mund të ndikojë pozitivisht në vitalitetin mashkullor. 4. Inflamacioni armiku i padukshëm pas të 50-ave. Inflamacioni kronik i lehtë është shumë i përhapur me kalimin e viteve. Ai ndikon në zemër, në gjaku, metabolizëm, prodhim hormonal. Tumeriku është një nga përbërësit natyral më të fuqishëm kundër inflamacionit. Duke ulur inflamacionin sistemik, trupi funksionon më mirë në tërësi, përfshirë edhe sistemin riprodhues. 5. Tumeriku dhe testosteroni. Disa kërkime sugjerojnë se kurkumina mund të mbështesë shëndetin e qelizave që prodhojnë testosteron. Edhe pse nuk është një mrekulli hormonale, ajo mund të ndihmojë në mbrojtjen nga stresi oksidativ, përmirësimin e shëndetit metabolik, mbështetjen e funksionit testikular. Testosteroni i shëndetshëm ndikon në dëshirën seksuale, energjinë, forcën muskulore, vetbesimin. 6. Si përgatitet lëngu i tumerikut? Janë një recetë thjesht natyrale. Përbërësit: një lugë çaj i pluhur tumeriku ose 2-3 sërënje e freskët, një gotë ujë i vakët, pak piper i zi, rrit përthithjen e kurkuminës, një lugë çaj i mjalt opsionale, pak lëng limoni. Si ta përdorni? Pini një herë në ditë, në mëngjes me stomak jo plotësisht bosh. Piperi i zi është shumë i rëndësishëm sepse përmban piperin, e cila rrit përthithjen e kurkuminës deri në disa herë. 7. Sa kohë duhet për të parë efekt? Ndryshe nga medikamentet e menjëhershme, përbërësit natyral kërkojnë kohë. Shumë persona raportojnë përmirësime në energji pas 2-3 javësh, qarkullim më të mirë pas 4-6 javësh, vitalitet më të qëndrueshëm pas përdorimit të rregullt. Konsistenca është qelësi. 8. Kombinimi me stil jete të shëndetshëm. Lëngu i tumerikut nuk është magji nëse nuk lëvizni, hani shumë ushqime të përpunuara, pini alkool në sasi të tepërt, nuk flini mjaftueshëm. Për rezultate më të mira, eqni 30 minuta në ditë, ulni sheqerin dhe yndyrnat e përpunuara, flini 7-8 orë, menaxhoni stresin. Vitaliteti mashkullor është rezultati i shëndetit të përgjithshëm. 9. Kujdes dhe kundërindikacione. Tumeriku është përgjithsisht i sigurt, por duhet kujdes nëse
Merrni hollues gjaku. Keni probleme me gur në tëmth. Merrni medikamente për presionin. Gjithmonë konsultohuni me mjekun nëse keni sëmundje kronike. 10. Përfundimi i pjesës 1. Pas të 50 ave, fokusi duhet të jetë në përmirësimin e qarkullimit, uljen e inflamacionit dhe mbështetjen hormonale. Lëngu i tumerikut mund të jetë një ndihmë natyrale për të mbështetur këto procese. Ai nuk është një zgjidhje e menjëhershme, por mund të jetë pjesë e një strategjie të zgjuar për të ruajtur energjinë, vetbesimin dhe vitalitetin mashkullor në vitet e pjekurisë. Kombinimet më të fuqishme natyrale dhe gabimet që duhen shmangur. Ne folëm për rolin e tumerikut në qarkullimin e gjakut, inflamacionin dhe mbështetjen hormonale, por shumë burra bëjnë një gabim. E përdorin vetëm dhe presin rezultat të menjëhershëm. E vërteta është se pas të 50 ave, trupi ka nevojë për një qasje më të plotë. Tumeriku funksionon më mirë kur kombinohet me përbërës të tjerë natyral dhe me ndryshime të vogla në stilin e jetës. Le ta shohim më thellë. Një kombinim i artë. Tumerik, piper i zi, vaj ulliri. Shumë njerëz e pinë tumerikun vetëm me ujë, por kurkumina është e tretshme në yndyrë, që do të thotë se përthithet më mirë kur kombinohet me një burim yndyre të shëndetshme. Formula e përmirësuar. Një lugë çaj tumerik, pak piper i zi, një lugë çaj vaj ulliri ekstra i virgjër, uji i vakët. Ky kombinim rrit përthithjen e kurkuminës, mbështet shëndetin e enëve të gjakut, ndihmon në elasticitetin arterial. Elasticiteti i mirë i enëve është thelbësor për funksion të shëndetshëm erektil. 2. Tumeriku dhe xhenxhefili, dyshja kundër inflamacionit. Xhenxhefili është një tjetër rrënjë me veti të fuqishme anti-inflamatore dhe që stimulon qarkullimin. Kur kombinohen, rritet rrjedha e gjakut periferik, përmirësohet energjia, reduktohet lodhja kronike. Recet praktike. Një lugë çaj tumerik, një lugë çaj xhenxhefili freskët i grirë, lëng limoni, mjajt. Ky përzierje mund të pihet 4-5 herë në javë. 3. Roli i zinkut dhe vitaminës D. Shumë burra mbi 50 vjeç kanë mungesë të zinkut dhe vitaminës D, dy element thelbësor për testosteronin. Edhe pse tumeriku ndihmon në uljen e inflamacionit, pa nivele të mira të vitaminës D, zink të mjaftueshëm, aktivitet fizik, rezultatet mund të jenë të kufizuara. Ekspozimi në diell 15-20 minuta në ditë dhe ushqime si farat e kungullit, vezët, peshku, janë mbështetje e rëndësishme. 4. Gabimi më i madh. Presioni i lartë i gjakut i pakontrolluar. Shumë burra përqendrohen vetëm tek forca, por harrojnë shkakun kryesor, shëndetin e zemrës. Funksioni erektil është një tregues i hershëm i problemeve kardiovaskulare. Nëse presioni është i lartë, kolesteroli është i rritur, ka diabet, asnjë suplement nuk mund të zgjidh problemin në rrënje. Tumeriku ndihmon në mbështetje, por nuk zëvendëson trajtimin mjekësor. 5. Stresi, sabotuesi i heshtur. Pas të 50 ave, përgjegjësitë familjare, financiare dhe shëndetësore mund të rrisin stresin. Kortizoli i lartë, ul testosteronin, ngushton enët e gjakut, ul dëshirën seksuale. Tumeriku ka veti antioksiduese që ndihmojnë trupin të përballet me stresin oksidativ, por duhet kombinuar me gjumë cilësor, frymëmarrje të thellë, aktivitet fizik të rregullt. 6. A ka efekt të menjëhershëm? Jo. Dhe kjo është e rëndësishme të kuptohet. Tumeriku nuk është stimulues i menjëhershëm, nuk vepron brenda minutave, nuk është alternativë direkte e medikamenteve për ereksion. Ai funksionon gradualisht duke përmirësuar bazën e shëndetit. 7. Sa duhet përdorur? Doza e zakonshme. 500 g, 1000 g kurkumin në ditë. Ose një lugë çaj i pluhur tumeriku. Më shumë nuk do të thotë më mirë. Sasitë e larta mund të shkaktojnë probleme me stomakun, iritim, ndërveprime me medikamente. 8. Kur duhet ndalur? Ndërpriteni dhe konsultohuni me mjekun nëse shfaqen dhimbje stomaku të forta, marramendje, gjakderdhje e pazakont, sidomos nëse përdorni hollues gjaku. 9. Sekreti i vërtet. Qarkullimi është qelësi. Në fund të ditës, fuqia mashkullore pas të 50 ave varet nga shëndeti i zemrës, elasticiteti i enëve, balanca hormonale,
Gjendja mendore. Tumeriku mund të jetë një pjesë e enigmës, por jo e gjithë zgjidhja. Lëngu i tumerikut, i kombinuar me përbërës të tjerë natyral dhe një stil jetese të shëndetshëm, mund të mbështesë vitalitetin mashkullor në mënyrë të qëndrueshme. Nuk premton mrekulli brenda natës, por mund të ndihmojë në ndërtimin e një baze më të fortë shëndetësore. Por ekziston një e vërtetë që shumë burra e anashkalojnë. Asnjë lëng nuk funksionon pa lëvizje. Pas të 50 avë, trupi ka nevojë për stimulim fizik për të mbajtur enët e gjakut elastike, hormonët në balancë dhe energjinë në nivele të shëndetshme. Tumeriku mund të ndihmojë, por ushtrimet janë katalizatori. 1. Pse ushtrimet janë thelbësore për fuqinë mashkullore? Funksioni erektil varet nga qarkullimi i fortë i gjakut, shëndeti i zemrës, prodhimi i oksidit nitrik, tonusi i muskujve të legenit, aktiviteti fizik, rrit oksidin nitrik natyral, përmirëson elasticitetin e arterieve, rrit testosteronin në mënyrë natyrale, ul stresin dhe ankthin. Pa këto, edhe suplementi më i mirë nuk do të jap rezultat të plot. 2. Ushtrimi e rënjë, ecja e shpejt, më e nënvlerësuara. Shumë mendojnë se duhen palestra të rënda, por ecja 30-40 minuta në ditë përmirëson qarkullimin periferik, ul presionin e gjakut, ndihmon në kontrollin e sheqerit, përmirëson funksionin endotelial. Studime të shumta tregojnë se burrat që ecin rregullisht kanë përmirësim të ndjeshëm në funksionin erektil krahasuar me ata që janë sedentare. Kombinojeni me lëngun e tumerikut në mëngjes dhe ecjen pas dite për efekt më të mirë. 3. Ushtrimi e R2, ushtrimet Kegel për meshkuj. Shumë pak flitet për këtë, por muskujt e legenit janë kyç për forcën dhe kontrollin. Si bëhet? Shtrëngoni muskujt që përdorni për të ndalur urinimin. Mbajeni 5 sekonda. Përsëriteni 10-15 herë, 2-3 herë në ditë. Këto ushtrime rrisin kontrollin, përmirësojnë fortësinë, ndihmojnë në qëndrueshmëri. Brenda 4-6 javësh mund të shihen ndryshime të dukshme. 4. Ushtrimi R3, stërvitja me pesha të lehta. Pas të 50 avë, masa muskulore bie natyrshëm. Kjo ndikon direkt në testosteron. Stërvitja me pesha rrit hormonin e rritjes, ndihmon prodhimin e testosteronit, përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës. Nuk duhen pesha të rënda. Edhe ushtrime me peshën e trupit. Shtytje push-ups. Ushtrime me goma elastike. Janë të mjaftueshme 3 herë në javë. 5. Dhjami abdominal, armiku kryesor. Dhjami rreth barkut ul testosteronin, rrit inflamacionin, ngadalson qarkullimin. Tumeriku ndihmon në reduktimin e inflamacionit metabolik, por vetëm nëse kombinohet me dietë të kontrolluar, aktivitet fizik, ulje të sheqerit dhe bukës së bardhë. Reduktimi i 5-7 të peshës trupore mund të përmirësojë ndjeshëm funksionin erektil. 6. Gjumi, hormoni i fshehur i fuqisë. Testosteroni prodhohet kryesisht gjatë gjumit të thellë. Nëse flini më pak se 6 orë, me ndërprerje, me stres të lartë, niveli hormonal bie. Synoni 7-8 orë gjumë, errësirë të plot në dhomë, pa telefon 1 orë para gjumit. Kombinimi i gjumit cilësor, tumerik, aktivitet fizik krijon bazën ideale. 7. Psikologjia dhe vetbesimi. Shumë probleme pas të 50 avë janë edhe psikologjike. Frika nga dështimi, rrit ankthin, ngushton enët e gjakut, ul performancën. Vetbesimi rikthehet kur ndiheni fizikisht më energjik, shohni përmirësim në trup, menaxhoni stresin. Tumeriku ndihmon indirekt duke ulur stresin oksidativ, por mendja duhet trajnuar gjithashtu. 8. Sa kohë duhet për transformim real? Një plan realist. 2 javë, energji më e mirë. 4 javë, qarkullim i përmirësuar. 6-8 javë, ndryshim i dukshëm në qëndrueshmëri. 3 muaj, përmirësim i përgjithshëm në vitalitet. Sekreti është vazhdimësia. 9. Kujdes nga pritshmëritë e rreme. Nuk ekziston një pije magjike që zgjidh gjithçka brenda natës. Nëse dikush premton rezultate të menjëhershme natyrale, jini skeptik. Shëndeti mashkullor pas të 50 avë kërkon disiplinë, kujdes, konsistent, kontroll mjekësor kur duhet. 10. Përfundimi i serisë.
Lëngu i tumerikut mund të jetë një mbështetje e vlefshme për qarkullimin, uljen e inflamacionit, mbështetjen hormonale, energjisë së përgjithshme. Por forca e vërtet vjen nga kombinimi i ushqimit të zgjuar, aktivitetit fizik, gjumi cilësor, menaxhimi i stresit, kontrolli i faktorëve të rrezikut. Pas të 50 ave, qëllimi nuk është të ktheheni 20 vjeç, por të jeni versioni më i fortë dhe më i shëndetshëm i vetes suaj.